Erdhëm në Shtetin e Bashkuar të Amerikës në 85. Jena bashkë po punojnë, kena 3 biznise, restorante kena punuar, pastrim kena punuar. I kena 40 punëtorë. Një blok ma poshtë ka jetuar Nixoni, presidenti i Amerikës. Vim nga Struga, pjesë e Maqedonisë Veriut. Përpara ka qenë në Jugosllavi, rast politike. E kam kryer shkollën e mesme, pas shkollës mesme morëm pak në politikë. Në ndoqën u largum. Erdhëm në Shtetin e Bashkuar të Amerikës në 85. Prej atje kemi fillu këtu me punë, me familjet i kena pru këtu krejt, me biznisit jena mirë, këtë familja bashkë punojmë, jena 2 vllaznit, me nipni, me djem, jena bashkë po punojmë, kena 3 biznise, me sukses. Kur dhe fillimi ka qenë vështirë. Kena ardhur, kena lyp punën, kena gjetë pastrim, restorante kena punuar, pastrim kena punuar. Pasi u vendosa me qelë restorantin për veti. Edhe me 92-shin e kam qelë restorantin për veti. Prim 92-shin kam pas restorantin e parë me një qytet tjetër, me Zalluna, dhe kur dhe erë këtë restorant e kam pas me veti, këtë emër. E prej këtij restoranti kanë qelë dhe 3 tjerë. Steakhouse-in e kanë qelë Allendale Steakhouse, kanë qelë Toscana Pizza, edhe kena qelë Morning Bloom Breakfast and Lunch. Kena pas suksesi, kena 40 punëtorë, punojmë për në vllaznit. Puna po hes mirë. Me Komunitetin Shqiptar jena të lidhun, punojmë vendlindjen e shkojmë në vendlindje. Sa 2 herë vit, 3 herë vit. Edhe kemi javë si shta dhe vlau, kemi ka 20 vjetimi këtu. Shasho fillim si gjithë sakrifica e çdo njëri që kemi ardhur punë i shpandale edhe kështu që mas një kohë dhe e morëm biznis restorantin, prej një restorant edhe e shtumë edhe tjetrin, me Zalluna, po ashtu edhe Steakhouse, edhe Morning Bloom, kështu që mirë, edhe këtu jemi me vllazni, e me këtë punëtorët janë shumica janë fëmijët e tanë, nipnit e këtë punë bashkë. Këtu këtë me Zalluna është ushqim italianç, kështu që është me shpageta e peshka e kështu. E ka steku i kemi stek, veç ta porterhouse steak, filet mignon, këta steak mishëm. Te Morning Bloom është mëngjesore edhe dreka, kështu sandviça. Po, secila është veç ka ushqimin. Është vendi i lartë, niveli i mirë, lagja është shumë e shtrenjtë. Klientët i kena prej kësaj lagje këtu. Ky vend quhet Allendale, New Jersey. Një blok ma poshtë ka jetuar Nixoni, presidenti i Amerikës. Saddle River është 1 milë prej këtu larg. Jena në vend mirë edhe jetojmë edhe bashkë këtu. Edhe kena në bullingjet e tona, jetojmë këtu jena. Momentalisht njerë mirë jena, po inshallah fëmijët vazhdojnë. Jo, asnjë, jo. Fillimit si çdo një kur ka fillim, kemi ardhur për një kohë shkurtër, do të punojmë pak një 2-3 vjet, 5 vjet dhe po kthehena shkojna prapë atje në Strug. Ama nuk që ashtu, dol nga ona tjetër, kështu se me punë, veç punë, i çpandale dhe ja arrin atë qëllimin e suksesit e Pas shkatrimit Jugosllavisë, se kishim plan nuk thyj kurrë asnjëherë. E bëm Kosovën shtet, kena luftu, kena qenë aktiv në çdo tubime, në çdo pjesë të Kosovës e kena ndjek pik, kom pas kombe kena shku. Edhe shqyqyr Zotit e bëm Republikën, inshallah Zoti na bashkon në abonetik Shqipërinë etnike. Aty tash po janë shpresat tona. Fëmijëve tonë, me thonë, djemtë e mije dhe vllaznive i kena qenë për shkolla. Kryeni shkollë të restoranti i parkës është e rëndë puna. Du mi fëmijët e tonë me kry shkollimet e universitetet më mirë. E ne po vazhdojnë ashtu. 2 djemi kena në universitete, po punojnë, po shkojnë shkollim. Djalin e madh e ka me veti këtu edhe po në ndihmon, ndjeka Steakhouse. Po 2 djemë tjerë, ja, ata punojnë në shkollime, ja. Po, për Strugën shkojmë, vjet për vjet i shkojmë edhe nuk e harrojmë edhe do të shkojmë derisa të mundemi, për herë. Patjetër, sa të kemi vendlinja sa harrohet asnjë. Edhe inshallah më mirë bëhet, dita që vjen, shansat janë më të mira, kupton, po bëhet më mirë patjetër se nuk është mirë gjendja, siç e duam ne. E jona është qëllimi jonë është të bëhet një ditë bashkim kombëtar, që ajo është. Inshallah kryhet.